21% për të arri atë rezultat të jashtëzakonshëm të Tiranës, po pa ato marifetet e Tiranës. Ndonse opozita ka filluar ta kritikojë sepse edhe Kurti ka shpallur se do japi 100 euro për fëmijët e moshuarit. Ka ato probleme veta. Po domethënë kjo është sfida kryesore dhe në këtë sfidë po ta vini re perëndimorët po e ndihmojnë Kurtin. Pra ata që deri dje kritikonin, qoftë amerikanët, qoftë europianët po e ndihmojnë, sepse me të idenë që shprehja në anglisht too big to fail është më madhe për një bankë, është më madhe për të falimentuar ose kur kam pak para borx është problemi im, po kur kam para borx është problemi i bankës. Kështu puna e Kosovës është bërë një çështje e tillë sigurie që as perëndimorët që deri dje nuk e donin Kurtin, nuk kanë sot interes të shohin një Kosovë prap me një qeveri me paterica. Pra duan kushte që tjetë, po duan tashmë të jetë një qeveri stabil, e qëndrueshme dhe i vetmi që ka më shumë pikë për të fituar zgjedhjet, sot më shumë shanse është Kurti. Prandaj sot perëndimorët po i japin një lloj ndihme të jashtëzakonshme amerikanët duke e dhënë pikërisht Kosovën në dokumentin e sigurisë, duke dhënë deklaratat ato që ishin në sensin e Kurtit, po jo të saqet asaj kohe. Pra që janë kundër dëshmit Kurtive, kundër shkëmbimit territorëve dhe europianët nga natyre, të cilët pak para zgjedhjeve po heqin masat e sanksionit kundra Kosovës që kishin para një viti. Pastaj edhe vetë perëndimorët sot janë kaq të etur për të patur më në fund pas një viti në Kosovë një qeveri të qëndrueshme, saqë po i bëjnë edhe Kurtit një lloj mundësie që të fitoj pak të pikë që i mbeten, ta kaloj 50%. Ti mendon që e kalon Kurti 50% grancë? Nuk jam i sigurt. Po në rastin se jo, me kë është më të mundur? Me kë është më të mundur bashkëpunimin? Ata janë shprehur edhe nën kryetari, mos gaboj, shprehur zoti nën kryetari i vetëvendosjes, është Glauko Njufca, është shprehur që preferojmë LDK-n, por kjo e fundit ka refuzuar. E vështirë të gjithë partitë, të gjitha të treja këto kryesorët partitë pas vendosjes kanë qenë si thua të poshtëruara nga vendosja, të poshtëruara. Si thua edhe kur i jep të drejtë të janë të tërhequra, kanë të drejtë, parimisht do thuash, se janë poshtëruar dhe s'kanë si të shkojnë, apo jo? Kanë të drejtë parimisht, por nuk kanë të drejtë kuptimin historikisht. Historia po i jep të drejtë Kurtit. Unë prekohesha për Kurtin, sepse në fundit në pak që është në pushtet, ky arriti bëri atë që një nga partitë që ka dhënë Kosovën se ka bërë. Që qenin të pamundur të bëhet të rivjesha autoritetit të Prishtinës në pjesën veriore, e bëri, që i rezistoi Zajdinizës, pra i rezistoi asociacionit, që edhe një herë bësh fjalë me Kurtin, kryeministri të bësh prapë ai plani i shkëmbimit apo i ndryshimit të territorëve. Në shumë të drejtë Kurti. Po pikërisht që ka shumë të drejtë, kjo i bën ta inatçinj. Me drejt kolega se kemi leqim më kujtoi në kufje, thot ama raportet me SBA-n nuk i ka të mira. Pavarësisht çdo gjë, ama raportet janë aty ku janë. Po kjo harrohet. Në Izrael, sado që i ketë marrëdhënie këqija Netanyahu me perëndimin përveç Amerikës, deri në pikë që është turp, imagjinote, vendi që ka vuajtur nga Holokausti, ta këtë kryeministrin të kërkuar gjykata e Hagës për gjenocid, imagjinote. Ne jemi sigurt që pas shumë vitesh ai do mbahet mend. I mijave të keq edhe për popullin e tij, Netanyahu. Që evitoi kërcënimin iranian, që zgjeroi Izraelin. Po e merr, sigurisht për ne është një tmerr. Nga ana logjike është një tmerr që bën ai. Por ama për qytetarët e tjerë është po. Që puna e Kurtit. Faktikisht Kurti imagjinoni hoqi kancerin, por nuk shkoi, nuk ishte një shtet paralel brenda Kosovës. Që dukesh parë që ka 2008 dukesh parë në marrë të perëndimit.
A kujtohet, filloi me targat. Dakor, Gens, por filloi me targat. Dakor, Gens. Edhe nuk ka sot kryeministri sot, nuk ka kryeministri ta mbaroj. Një kryeministri sot në Kosovë, që të jetë akuzohet sot Kurti nga serbët për gjenocid. Kjo është kulmi. Jam dakord, Gens, por ti e di shumë mirë, ti ke shumë miq këtu nga Kosova, unë ftoj shumë miq nga Kosova në emisionin dhe thonë okay. Këtë gjë Kurti e ka bërë. Por në 4 vite Kurti nuk ka bërë asgjë për ekonominë, ose ka bërë shumë pak. Për qytetarët e thjesht. Pra ka bërë gjën e madhe, veri unë, po kur vjen puna te keta e përditshme e qytetarëve nuk ka bërë thuajse asgjë. Po citoj analizë dhe miq që jetojnë në Kosovë në përditshmërinë e tyre, pra në jetën e përditshme nuk ka ndryshuar për mirë jeta e qytetarëve të Kosovës. Flas ku diu me. Jam dakord me. Jo, unë nuk jetoj atje, nuk jetoj asnjë, po thjesht po sjell perceptime dhe bisedë të tyre. Për ekonominë, rritje ekonomike, ndihma gjëra, pra nuk është aty ku duhet. Infrastruktura. Jam shumë dakord. Ekonomia nuk është vetëm kjo. Shiko Rama. Rama gjithë vitet në Shqipëri ka pasur tendencë që të mohojë gjithçka që ka bërë PD-ja e Berishës. Po. Apo. Ka shkatruar Shqipërisë. Ndërkohë që haron gjë kryesore që nën Berishën shqiptarët fituan udhëtimin e pa viza në Evropë, apo jo? Në 2011. Zgabohen. Po. Nga ekonomia që e madhe. Në Kosovë sot, imagjinoni ky kurç që gjoja perëndimore të kishin thyer kurrizin. Apo jo. Në momentin e krizës perëndimore hoqi udhëtim pa vizë, po për shqiptarët e Kosovës është dhe më e rëndësishme për ne të Shqipërisë sepse kanë patur shumë më tepër diasporë më gati se shqiptarët e Shqipërisë. Do të thotë që s'ka bërë asgjë. Pastaj në ekonomike pastaj, shiko, edhe në perëndim, edhe në Francë, po ankohemi domethënë, si po bien qeveri për ekonomisë. Ekonomia nuk ka asnjëherë thimi, nuk ka as edhe një sigurisht i pasurit, që pasuri asnjë njerëz që dezirohet tani i pasur. Sepse nuk kur i pasur, kur ke 1.000, 10.000, 100.000 euro, 1 milion euro, apo 1 miliard euro. Sa që shton ti, ai që shton uria. Don nuk do të them sot mund të thënë në Kosovë ka një varfëri si në Indi, apo jo. Është ndi varfër sigurisht, por nuk ka varfëri si nuk ka njerëz që vdesin urie. Sot Kosova ka një imigracion shumë të lartë. Dhe se ka imigracion në të pa vlerë ekonomike, ka Zvicër. Bile është debati sot, pikërisht këta shqiptar kosovar të Zvicrës, janë mbi 200.000, 300.000, sot po kthehen në masë, edhe opozita thotë që vinë për të votuar. Edhe në Zvicër, nga njëherë kritikohet Zvicra që këta luajnë lojë dyfish, këto i kolon e 5 të shqiptarëve që janë në Zvicër. 300.000 shqiptar në Zvicër ekonomikisht dhe kjo ndihmon vendin, kështu që kujdes nga ana ekonomike është gjithçka është relative. Mësoro për sfidën e madhe të Kosovës sot që duhet të investojë shumë më tepër se Shqipëria dhe shumë më tepër se çdo vend tjetër ballkanik përveç sigurisht Serbisë në mbrojtje. U fol para paditësh për zhavrinat që po merr dhe Shqipëria nga SBA, për më para. Thoshte vendi i parë që bëu nën Biden, bëu zhavrin. Po atëherë bëu për mbi 200 milion euro. 2 milion ata kanë gjithë në mbrojtjes. Don, gjithçka është relative, po sigurisht që duhet kritikuar Kurtin diçka. Në mënyrë që opozita të bëjë edhe fushatën e saj, kanë shumë të drejtë. Edhe një herë sotit e fundit po kritikojnë si në Shqipëri me Ramën, që po përdor edhe Kurti, pushtetin për të fituar zgjedhjet pikërisht me këto gjëra, pikërisht pra me ndihmë ekonomike si formë durante elektorale. Kudo që do jesh këto vende, po mos harroni që sot një sfida kryesore e Kosovës është sfidë sigurie dhe vjen Kosova vjen shumë larg para një viti gjithë thënë krah biles çikon e Bidenit e para viti që me vazhdorën e Bidenit kërcënime që ka dhënë Kurti ka dhënë Kosova për Kurtit që në praktikë do keni me njëri fare plus që ndodhi në Banjsk sigurisht që me tjetër parti të zëndodhin, sepse do shkonin të provokonin në thonjza serbët brenda vendit tyre në Mitrovicën Veriore. E ka këtë anë të medaljes. Ase Kurti nuk është i përjetshëm sa. Ndryshe nga neve kur vjen Saliu pushet apo kur Rama pushet, ka janë përjetshëm në Kosovë, nuk është përjetshëm. Nuk është përjetshëm. Fakti është se do qeverinë viti Kurti nuk është ai që ka fituar që dominon të qeverinë. Sepse ka gjithmonë një pozitë, pra është një demokraci më funksionale, si thua që po të një popull të më të hundës, rotacioni funksionon më kollaj se që funksionon në Shqipëri, këto do të them që nuk është se s'ka probleme, po të kishë një problem në atë pikë
kosovarët pa as edhe një lloj mëshire dërzonin Kurtin, pa e akuzuar të fundit se i manipuloi zgjedhjet. Po me sa duket është një popull sot, si populli izraelit në fillimet e tij, që mendon midis shumë sfidave, ajo sigurisë është kryesorja, e sigurisë kuptimin e sigurisë së sovranitetit të Kosovës në këtë pikë. Dhe mbase Kurti për ata mishëron mbrojtësin më të mirë të këtij sovraniteti. Unë kam pyetur një para disa kohësh një emision Kurtin si De Gaulli i Ballkanit. Dhe më qeshën ata në studio. Po, pak a shumë një gjë është në kuptimin që është De Gaulli si një çmendur që ju fut amerikanëve. Ju fut amerikanëve, i sulmojmë. Që ata sa po kishin sulmuar, sa kishin çliruar Francën, që De Gaulli ishte i vetëm fare, që ata anglosaksonët ishin humbur De Gaulli. Ishte një i marr që tha që këta me petenin, këta firmosën kapitullimin me Gjermaninë, unë do vazhdoj luftën. Vetëm fare, këtë fare. Që shkoi dhe ustruar në Londër, dhe garanton që unë nuk lëshoj, unë nuk vazhdoj. Edhe menin për të marrë, po të shikosh dhe arkivat britanike menin për të marrë. Edhe i arriti. Edhe i arriti fal anglosaksonëve. Dhe në 64, ai De Gaulle, që ishte aty pa amerikanëve, shkon dhe i përzën nga Parisi. Natëve e kishte në Paris Elia, De Gaulle i përzën. Edhe për t'i bërë për natë amerikanëve, ai De Gaulle po ashtu shkon pa vit dhe njeh kinën e Maos, që e vendi i parë perëndimor, që njoh kinën komunistit gjatë asaj kohe, njesh vetëm Republikën e Tajvanit e Çajkashinit, e cila ishte ajo Tajvani pra, Kina e Tajvanit, që përfaqësonte Kinën e Madhe në OKB dhe Kina e Maos, Kina e Madhe, detyrohesh pastaj kalonte nëpërmjet Enver Hoxhës, nëpërmjet Çipërisë, nuk e di nëse e di këtë apo jo këtë fakt. Kina e Maos, që 1 miliard njerëz që nuk kishte vend në OKB, kishte karrige, kishte Tajvani. Dhe ishte Shqipëria, po, Shqipëria propozoi. Shqipëria ja huazonte karrigen e saj. Kinës. Do të them që kush dallimi, si De Gaulli, që i vetëm kundra gjithë botës, kështu edhe ky Kurt sot në këtë çmenduri e ka që arriti dhe ju kundërvui të gjithë dhe unë nuk çoj pëllëm tok nga territori im. Në këtë pikë pamë dhe kjo mbase është kjo që i tërheq edhe popullatën. Shiko Shqipëri, sa bëhet fjala për marrëveshjen e detit? Po. Ke një konsensus. Bashkohen gjithë, është vërtet. Është vërtet. Udhëheqësit tanë, qoftë Berisha, qoftë Rama, që e kanë shqiptarët e gjithë dhe kjo del mbi ekonominë, këtë do të them. Okej, Bedri Hamza, si po